بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falendërojmë من vetëm prej tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi duke folur për jetën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Allah azza wa jalla ka bërë përgjigje për çdo njeri, të cilën Allah azza wa jalla ka bërë përgjigje për çdo musliman, për çdo besimtar dhe çdo kush që dëshiron ta di rrugën e drejtë, atëherë le ta ndjek sunetin dhe rrugën e vet pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur mos na ishin përcjell këto ngjarje dhe ndodhi, këto hadithe dhe fjalë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, vërtet që do të kishim mbet të hutuar dhe të në një pozitë të paditurisë dhe ignorancës në raste të ndryshme dhe pozita të ndryshme të jetës son, ku njeriu ballafaqohet me çmos dhe pastaj e ka vështirë të gjejë përgjigje. Po sa herë që ka një tekst, sa herë që ka një hadith, sa herë që ka një ngjarje për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa herë që ka një ajet, sa herë që ka një fjalë të sahabijut apo dikujt për dietarëve dhe ulemave, atëherë ne duhet të ndihemi të gëzuar edhe të lumtur që Allah azza wa jall nuk na ka lënë ne të vendosim nga mendja jon. Prandaj edhe është shumë, do të thotë, një begati e papagueshme që njeriu me pas tekst apo me pas argument për çka do që i paraqitet në jetën e tij, sepse atëherë nuk ka vepruar për mendjes së vet. Se po të veproj për mendjes së vet, atëherë llogaria është e rëndë. E nëse vepron në bazë të argumentit, në bazë të fjalës së dikujt më herët, në bazë të një hadithi dhe ajeti, llogaria është shumë e lehtë. Pse o robi jam ke thënë kështu, pse ke vepruar kështu? Ja Rab, sepse kështu e kam lexuar ajetin, kështu e kam lexuar hadithin, kështu ka thënë sahabiu, kështu ka thënë filani e fisteki. Prandaj edhe duhet me qenë të lumtur për faktin që na ka arrit ky sunet, na ka arrit kjo biografi madhështore e këtij njeriu madhështor dhe duhet me qenë falendërues dhe mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot që na ka bë ndjekës të kësaj rruge dhe kësaj biografie. Në herën e kaluar, kur kemi folur për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kemi përmend ndodhin se si pejgamberi alayhi salam i dërgoi letër perandorit të Romës, do thot perandorit të njënës prej dy fuqive botërore, pra Bizantit, dhe pastaj mori një përgjigje prej tij dhe i kemi përmend, do thot, ato detajet që i ka përmend ai i deleguari i Herakliut tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kemi përmend mësime të ndryshme nga ngjarjet e tilla. Sot do të vazhdojmë edhe me disa ngjarje që kanë të bëjnë me pjesën pas me qujt ashtu betejës së Tebukut, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra kena përmend që qëndroi 20 ditë në Tebuk dhe megjithatë nuk hasi në rezistencë prej armikut. Gjatë këtyre ditëve ndodhi edhe një gjë. Tregon Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në njërën prej netëve sa ishëm në Tebuk, u qova natën edhe e pash dikun në fund të kampit të ushtrisë së muslimanëve, e pash një dritë. E kuptova se dikush është atje. U nisa drejt asaj drite me pasë çka po ndodh, kur erdha thot aty, e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu ta'ala anhuma, të cilët ishin duke varros njënin prej sahabëve të ndershëm që kish vdek atë natë. Ishte fjala për Abdullah dhul Bijadain. Abdullah dhul Bijadain, një prej sahabive të rrallë, që përmendet rrallë, por që ka pas një pozitë të veçantë në mesin e
muslimanve. Thotë pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe dy shokët e tij të dashur Abu Bekrin dhe Omerin e kishin hap varrin e Abdullah dhul Bijadenit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish brenda në varr, kurse Omeri, Abu Bekri dhe Omeri ja indihmojshin për me adhon kufomën e Abdullah dhul Bijadenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte: "Adniya ilayya akhakuma", afromani vllaun e juaj, afromani vllaun e juaj. Pasi e vendosi thot në tokë edhe e rregulloi do thot në varrin e tij Abdullah dhul Bijadenin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bani një dua që Abdullah ibn Mas'udit i mbeti lakmia që çysh s'kesh une i vdekurin këtë rast. Tha: "Allahumma inni qad amsaytu radiyan anhu farda anhu." Tha: "O Allah, jam i kënaqur në mbrëmje me ta, andaj ji i kënaqur ndaj tij." E thot Abdullah ibn Omeri: "Ya lejteni", Abdullah ibn Mas'udi: "Ya lejteni kuntu sahib al-hufrati." Ah, mirë, unë çysh s'kesh unë çaj personi në varr. E ky ka qenë Abdullah dhul Bijaden. Edhe ka një tregim dhe një histori pse është quajt dhul Bijaden. Bijad i thënë një lloj pëlhure, pelerine që kanë përdorur në atë kohë arabët për me u vesh, mu pështjell me ta, e kanë përdorur si veshje. E ky është quajt dhul Bijaden, poseduesi i dy pëlhurave, me thënë kështu kushtimisht. Qysh i ka mbet ky emër, sepse nuk ka qenë ky emri i tij vërtet. Ky kur është bë musliman, populli i vet edhe fisi i vet i kanë bë presion edhe trysni në vazhdimsi që me e braktis islamin e tij. Edhe kanë pru deri në atë gjendje sa që nuk i ka lënë asgjë përveç se një pëlhure. Ja kanë marrë pasunin, kanë lënë zhveshën me kurrë hiç, veç një pëlhur në trupin e tij. Edhe ky e ka marrë çat pëlhur, edhe kur e ka pa do thotë që s'dojnë me e lënë të çet në fenë e tij, ka ik prej venit vet, ka shku drejt Medinës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur afro afër Medinës, ka marrë çat pëlhurën e madhe, e ka shkyer në gjysmë, edhe me njënën e ka pështjell pjesën e poshtë me trupit, dhe pjesën tjetër e ka pështjell gjoksin e tij. Kur ka arrit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam e ka pyeti, ka thënë: "Men ant, kush je ti?" Ka thënë: "Ana Abdul Uzza." Unë jam Abdul Uzza, emrin e ka pas të këtill. Abdul Uzza i bën robi i Uzas. Uzaja do njëri prej në thojza perëndive të kurejshve që e kanë adhuru. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rastet e këtilla i ka ndru emrat në emra të mirë. E ka thënë: "Anta Abdullah dhul Bijaden." Jo, ka thënë përkundrazi, ti je Abdullahu, jo Abdul Uzza, po Abdullahu, poseduesi i dy pëlhurave. Edhe prej atëherit i ka me do thot ky emër Abdullah dhul Bijaden, robi i Allahut, poseduesi i dy pëlhurave. Dhe pastaj ka thënë: "Inzil minni qariban", ka thënë vendosu në një shtëpi afër meje. Edhe ashtu ka vepru Abdullahu radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka nderu si person, ka qenë jo i ri, ka qenë në mosh dhe ja ka mësu Kur'anin, ka ditë shumë pjesë të Kur'anit përmendsh. Dhe shpesh kur ka lexu Kur'an në xhami, e ka pas zonin kumbues. Edhe unik ka ushtu xhamia, domethënë pejzanit ti. Edhe një ditë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu shkon i thot: "Ja Rasulullah, ala tasma'u ila sawti hadha al-a'rabi yarfa'u sawtahu bil-Qur'an qad mana'a an-nas al-qira'ah." O i dërguari i Allahut, as penin në zonën e këtij beduini për ngrit zonën të lexu Kur'an, për ngrit shumë, kërkon s'pelan me lexu. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Da'hu ya Umar, la ya Umar, fa innahu kharaja muhajiran ila Allah wa rasulih", sepse ai ka dalë si muhajir, e ka braktis venin e vet si muhajir për tek Allahu dhe i dërguari i tij. E kur ka shku në Tebuk, Abdullah dhul Bijaden ka shku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka bën një kërkesë madhështore dhe të mahnitshme. Ka thënë: "Ja Rasulullah,
ud'u Allah li bish-shahada, lutë Allahun që të bi shahid. Lutë Allahun që në betejën e Tebukut të bi shahid. Edhe dihet do thotë që betejë e Tebukut nuk pat luftë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Sill ma një lëvorë druni." Ai shkon e gjen, ja sjell, dhe ja lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë pjesën e krahut edhe bën dua, thot: "Allahumma inni uharrimu damahu ala al-kuffar." O Allah, po ja boj gjakun e tij haram kufarve. Kur dëgjon këto fjalë, Abdullah dhul Bijadain i thot: "Ja Rasul Allah, lejse hadha aradtu." O i dërguari i Allahut, nuk pedu këta, po du më ra shahid. E nëse gjakun tem kufarët su në derdhin, atër ku po metet shahid laku. Pejgamberi alayhi salam i tha: "Inneke in kharajte ghazian fi sabilillah, fa akhadatke humma fa qatalatk, fa anta shahid." Nëse del tha në rrugën e Allahut për të luftu, veç për hir të Allahut, edhe të kap një sëmundje e lehtë, një temperaturë e lehtë, një grip i lehtë edhe të vret, atë thot ti shkon shahid. Au waqasatka dabbatuka fa anta shahid, la tubali bi ayyatihi kan. Apo ndodh që të rrezon devja prej shpinës apo kali prej shpinës vetë bjen tokë e vdes, prap llogaritë shahid, mos u mërzit se cilat vdekje prej tyre të vjen. Pra ja i tregoi Abdullah dhul Bijadainit që përderisa kjo ardhë në Tebuk për hir të Allahut, edhe e nis për me luftu në rrugën e Allahut, çka do që të gjan edhe vritesh, llogaritesh shahid. E kjo domethënë ka qenë edhe është një prej mëshirës së madhe të Allahut Azza wa Jall, se si i shpërblen robërit e tij. Edhe pra Abdullah dhul Bijadainin i ndodhi ashtu. Pasi shkojnë te Tebuk, e kapi një grip, një zjarmi, edhe pe saj vdiq në Tebuk. Edhe ajo ish nata kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish varros. E përmendet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Abdullah dhul Bijadainin kishte thënë, që shtërgon Uqba ibn Amir radiallahu ta'ala anhu, thot e patani vet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thënë për to: "Innehu awwah." Ai ka qenë ose është awwah. Awwah i thënë personit që ka frikë ndaj Allahut Azza wa Jall, që ka devotshmëri dhe është ibadetxhi. Bile ky epitet Allahu fuqiplot me këtë epitet e ka quajtur Ibrahimin alayhi salam. Ka thënë awwahun halim për Ibrahimin alayhi salam. Sepse Abdullah dhul Bijadaini ka bo dhikr shumë, ka lexu Kur'an shumë, edhe sa herë që është lutë Allahut Azza wa Jall, që tham e ka pas zanin kombues, kur ju ka lutë Allahut fuqiplot, ka ndodhur që e kanë një edhe tjertë. Pra, kjo ishte ndodhia e Abdullah dhul Bijadainit që vdiq gjatë ditëve të Tebukut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi qëndroi do thot 20 ditë, vendosi të kthehet me sahabët e tij për Medinë si fitimtar, për shkak se kishin dalë në luftë, edhe armiku nuk erdh, e kështu që u llogaritën fitimtar dhe Allahu fuqiplot i kurseu prej luftimeve. Gjatë rrugës duke u kthyr për Medinë, Muadh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu e tregon një histori, e tregon një ndodhi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që na sjell shumë dobi. Thot Muadh ibn Jabal: "U munosha me gjetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur është vetëm që më ia bën një pyetje. Mos me qenë publik shumë, po një pyetje veç mes meje edhe atij." E thot në një prej rasteve kur e pash që është vetëm, ju afrova edhe i thash: "Ja Rasul Allah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni min an-nar." O i dërguari i Allahut, tregoma një punë, një vepër që më shtin në xhennet edhe më largon prej zjarrit. Edhe se ka qenë traditë edhe kulturë të sahabët që mos me ngarku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pyetje. Edhe për atë jo në rujt, mos me pyet shumë publik, po tash Muadh ibn Jabal e ka gjetë një moment kur është vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam.
Edhe pejgamberi alayhis salam I ka thënë laqad sa'alta an adhim, ki pyet për një punë të madhe shumë. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah, edhe pse kjo punë është e lehtë për ato që Allahu ja ka lehtësu. E përgjigja, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adhuroje ta adhurosh Allahun e të mos I bësh shirk asgjë. Wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayt, ta japësh zakatin, ta agjërosh, ta falësh namazin, ta japësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin dhe të bësh hax në Kabe. Don kjo ish ajo përgjigja përmbledhëse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çka të fut në xhenet dhe të largon prej zjarrit të xhehenamit. Pastaj përveç kësaj, pasi që ish pozita domethënë e atill, ish veç Muadh ibn Jabali me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alayhis salam deshti me nderua më shumë Muadhin për interesimin e tij për këtë pyetje, edhe ja shtoi. I tha, ela edulluka ala abwabil khair, apo do më të kallëzu cilat janë dyert e khairit të mirësisë. Muadh ibn Jabali tha, ajal ya Rasulullah, po I dërguari Allahut. Tha, as-sawmu junnah, agjërimi është mburoj. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Dhe sadakaja që e jep e fik mëkatin, e shuan mëkatin sikurse qysh uji e shuan zjarrin. Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl, edhe namazi I personit në errësirën e natës, në pjesën e fundit të natës. Pra këto janë abwabul khair, apo don dyert të mirësisë, agjërimi, I cili është mburoj prej çkahit, prej të këqijave në këtë dunja, edhe prej moraleve të ulta, edhe në ahiret prej xhehenamit. Pastaj sadakaja që personi e jep, e cila ka efektin të mëkatet sikurse uji ndaj zjarrit. Nëse ka njëri mëkate edhe don me I fshi ato, sadakaja është zgjidhja e tij. Sikurse me marr një zjarr, me aq do ujë që shymët, që ashtu shuhen mëkatet nëpërmjet sadakas. Edhe namazi gjatë natës, pra, namazi I natës, I cili është një prej veprave madhështore për cilën Allah Azza wa Jall qesh me robin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 3 Allahu fuqiplot qesh me 3 prej robërve të tij. Me robrit kur renditen në safat e tënve para namazit, me ato që qohët edhe falet natën, edhe me ushtarët kur renditen në rreshtat para armikut. Me këta 3 kategori, Allah Azza wa Jall qeshje mshire dhe dashurije ndaj tyre. E në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk ndodh, do thot, ati robi që Allahu fuqiplot I qesh, nuk ka llogari për ta. Ati robi që Allahu I qesh, nuk ka llogari për ta. Nuk merret ai në pyetje. Andaj namazi I natës është një prej këtyre kategorive që njëri duhet me kushtu rëndësi. Pastaj lexoj ajetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Trupat e tyre thahen nga shtrati. Do thotë njëri kur është në shtrat, mundet me u gjersit, edhe lagët shtrati, lagët trupi. E ai që qohet edhe falet gjatë natës, shtrati I tij thahet. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Pra thahen shtratat e tyre duke lut ata Zotin e vet, khaufen wa tama'a, me frikë edhe dëshirë për faljen dhe knatësinë e tij, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga ajo që ne I furnizojmë, ata japin. Pastaj vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, halami ashtu Muadh ibn Jabalit. Kjo është mirësi mbi mirësi. I tha, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhurwatu sanamihi. Tha, apo don më ta tregu edhe
kokën e gjithë kësaj pune dhe shtyllën e saj kryesore dhe majën e gjithë kësaj, po i tha, o i dërguari i Allahut. Tha ra'sul amri al-islam. Koka e gjithë kësaj pune e fesë është Islami. Islami pra nënshtrimi. Sepse nuk ka fe pa nënshtrim. E kjo tha është koka e gjithë kësaj. Wa amuduhu as-salah. Shtylla kryesore e fesë është namazi, pa cilën bjen e gjithë feja. Edhe maja e lartë, wa dhurwatu sanamihi. Do më thënë, e ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë shembullin e tendës. Tenda e ka një shtyllë në mes, tani kështu virët, aty është një maje. E tha maja e gjithë kësaj, tha është el jihadu fi sabilillah, lufta në rrugën e Allahut. Do më thënë, lufta me dy llojet e saj. Kjo është do më thënë, ai far pika kulminante. Pika ma e lartë që mundet me arrit dikush. Që do të thotë se deri atje nuk arrihet pej tokës, po duhet koxha me ec në përshkallë, me mri deri atje. Edhe në fund, ja tha një fjalë, një dobi, do më thënë tjetër, madhështore, tha, ela ukhbiruke bimelaki dhalike kullihi. Apo do në më tregu me melak i bjen posedim ose pushtet i gjitha këtënve. Apo do në më tregu qysh mund është krejta që të nëse i arrim me i majtë për veti. Se ka mund që njëri i mërin, a më është pyetje, a mundet mi majtë pas ta në ditën e kiametit? Ti mund është me mri sadaka me dhonë shumë, pa ki me majtë qatë sadaka për veti. Mund është me falë namaznate shumë, me agjeru shumë, me bë gjihad shumë, ama a ki me majtë për veti që ato në ditën e kiametit apo jo? Që ato i ka thënë, apo do në më tregu bimelaki dhalike kullihi, qysh iman gjitha këto për veti? Ka thënë, po ja Rasulullah, te kuffu alejke hadha, e ka kap gjuhën. Tha nale qëta, gjuhën. Madhi u habit, ka thënë ja Nabi Allah, wa inna le muakhadhune bima natakallemu bihi. O pejgamberi Allahut, a kena mu marrë në pyetje në llogari edhe për gjanët që i flasim? Thakilatka ummuka ya Muadh, mos të pas nana Muadh. Wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim. Po tha, a nuk i gjujnë në zjarë njerëzit me ftyrë ose me turi, vetë se fjalë që i qesin pe gojës? Do thotë, ruajtja e gjuhës është ajo që ta mundson mi majt veprat për veti. Si ti bën zakat, jep sadaka, agjeron, fal namaz nafile. Ama nëse nuk e lidh gjuhën, kret sadakan, ja jep dikun tjetër që i ke në hak, kret namazin e natës që e ki fal, ja jep atij tjetër që i ke bë gibet, ati, a metes pa kur gjë hiç, kur të metesh pa kur gjë hiç, pastaj e prit njën veç zjarri. Prandaj, këto kanë qenë 4-5 këshilla sa kanë drejtuar Muadh ibn Jabelit në një pozitë domethënë shumë interesante e që i bëni gjithë umetit pra i bëni dobi të madhe kjo pyetje e Muadh ibn Jabelit radhiyallahu ta'ala anhu. Gjatë kthimit për Medinë prej Tebukut u mundu disa prej munafikëve me bënë një intrigë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alayhi salam e kishte në plan duke u kthy prej Tebukut me kalu rreth një kodre që quhej Aqaba. Ka qenë kodrinë e lartë që nuk kanë nxënë shumë njerëz me ecë nëpër to. Edhe tregon Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu thot kur u patëm kthy prej Tebukut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat urdhëruar dikon me thirr ndër njerëz, kine parasysh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke marr rrugën e Akabes, andaj mos shkon kërkush aty pari.
është duke marrë rrugën e Akabes, kërkush mos të shkon aty pari. Edhe merr me veti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hudhaifën radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ish duke ecë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Ammar ibn Yasirin, i cili ecte mbrapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të arrin nalt në Aqaba, i shohin një 8-9 veta parafërsisht që i kishin hiq asaj rruge e i kishin pështjell fytyrat e tënve mos me i njoft kush janë. Dhe kur afrohen shumë, nalet Ammari radhiyallahu ta'ala anhu dhe shtyhet me ta që mos me u afru shumë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur kthehet Ammari, pejgamberi alaihi salam e pyet domethën kush ishin këta, ai ka pa fytyrat e tënve, hel arafta al-qawm, i thot Ammari, thot i njofta devët e tënve parafërsisht, ama i kishin pas fytyrat të mbulume, nuk e di kush ken. Hel tadri ma aradu, a din se çka deshten o Ammar? Thot Allahu wa rasuluhu a'lam. Thot aradu an yanfiru bi rasulillahi fayatrahuhu. Thot qëllimi i tënve ish që me ardh e me shty pejgamberin e Allahut prej nalt kodrës e me gjujt poshtë. Domethën një tentativ vrasje ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë do thot Allah azza wa jall e zbriti ajetin kuranor wa hammu bima lam yanalu, u munduan munafiqët, se këta domethënë çka ishin disa nga radhët e munafikëve që kishin shkuar në betejën e Tebukut, e mundun me shfrytzu rastin që me eliminu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama Allahu azza wa jall e ruajti, e zbriti në Kur'an wa hammu bima lam yanalu. U mundun me bë diçka që s'u arritën me realizu. Do thot çdo ku i gjejmë munafiqët që vazhdimisht mundohen me i bë dëm islamit dhe muslimanëve. Gjatë atyre netve edhe një prej sahabëve tregon një ndodhi të vetën, thot Abu Ruhm al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, gjatë rrugës duke u kthy prej Tebukut, duke ecë me deve në një prej netve, u afrova me ecë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thotë mirë ka pak gjumi, një farkot jo mvike, edhe shisha devja jame u afroke shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. U tuqa mos pahiri me ato farë zyngjit e devës se çka janë, mos pe ja lëndoj kamën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i jepsha devës për me ecë anash, mos mu afro shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama thot për një moment më kapi një fargjumi edhe hiç më nuk e pash veten kajem të shku deri në momentin kur e nita një zot i thon, a thot i çela syt kur për shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, devja thot ju kish afru çaq shumë saqë ja kish domethën ja kish gërvish kamën. E i thash istaghfir li ya Rasulullah, bën istighfar për mua i dërguari i Allahut, për këtë gabim që e bëna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani hajde, sir, hec. A thot vazhdo me ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot tani nisi me bë pejgamberi alaihi wasallam muhabet me mua. E nisi më pyet për njerëzit e fisit Ghifar, se kush është për atyre që ka ardhur, domethënë betejën e Tebukut, kush ka met mrapa. Edhe më pyeti tha, ma fa'ala an-nafaru al-humru ath-thitat, çka kanë bë ata të bardhët, një fis ose një familje e fisit Ghifar që kanë qenë më të bardhë kështu në dukje. E i thash i kallëzova që kanë met mrapa, s'kanë ardhur domethënë të Tebuk. Pastaj më pyete për do të tjerë që kanë më të zeshtë me flokë më të drafta. Edhe për ata i thash ja Rasulullah, këta nuk janë për fisit Ghifar, por janë për fisit Aslam. Ama këta kanë met në Medinë, nuk kanë ardhur. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fama yamna'u ulaika hina takhallafa ahaduhum an yahmila ala ba'd iblihi imra'an nashitan fi sabilillah. Thot e ka një hall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për
ata musliman që s'kan ardhë. E ka kjo një hal me Ebu Ruhmin, radiallahu ta'ala anhu, e i thët, e qka i ka pengu ata që masi vetë s'kan marë pjesë në luft, bilen devët e tënve, ose kuajt e tënve, me adhën dikune që është njëri i fuqishëm, ka vullnet, me marë pjesë në luft në rrugë të Allahut. Se na pedine, a këna përmend dhe thët, para betejës të Tebukut, sa njeri kishmet mrapa që kish ke qef me ardhë, ama s'ka mujt. Thët, inna a'azza ahli aleje an jetekhallafa anni l-muhajiruna wal-ansaru wa aslamu wa ghifar. Thët, pe atyne që mas shumë t'jo më dhem zemra, mas me mujt me marë pjesë në luft, kanë qenë muhajirt, ansart, fisi aslama, fisi ghifar. Ishte kajt një hal pejgamberi s.a.s. që disa njerëz që i ka desht, që në konë besimtar të mirë, dhe i ka desht për hir të Allahut Azza wa Jall, s'kan mujt me marë pjesë në Tebuk. Edhe vlera e pjesëmarrjes në këtë luftë ka qenë e madhe. Edhe i ka kajt zemër për ta që s'kan mujt me marë pjesë. Kurse këta tjerë zotnit, edhe s'kan desht me ardhë, pas devët e tënve, kuajt e tënve si kanë dhënë në rrugë të Allahut. Kjo është një mësim për muslimant, ka njëherë që kur dikush nuk mundet me kontribu për rrethanat caktume, nuk mundet me kontribu vetë fizikisht në një projekt, atëherë mos tinal ato farë resurset e tij që i ka. E ka një vetur, merrni, kryeni punë me ta, e ka një çka më thon, një kamion, një ku e di, mjete nga më të ndryshme. Merrni, kryeni punë me ta. Unë s'un për shfrytëzoj, s'po muj me marr pjesë, ama merrni ju kryeni punë me ta. Thot, kjo është mësim për musliman, se të paktën nëse s'munësh me marr vet shpërblimin këtë formë, atëherë merr indirekt. Dikush e shfrytëzon në rrugë të Allahut, atë vjen shpërblimi i tij. Andaj këtë hal ishte e kaj pejgamberi s.a.s. me këtë sahabi. Kur i afrun do më thënë Medines tek një lugin që quhej Qira, pejgamberi s.a.s. i ardhi do thëtë gjënësen shpale prej Allahut Azza wa Jall, edhe i tha sahaba, tha, inni muta'ajjilun ila al-Medina, faman arada minkum an yata'ajjala ma'i falyata'ajjal. Tha unë, pe qëtuhit, tha, do të vazhdoj me ecë me nxitim, edhe me nguti drejt Medines, andaj kush don me nxitu me mu, hajdi. Kur arritën në vendin e quajtur Dhi Ewan, aty i erdhen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam disa persona pej Medines, të cilit ishin në radhët e munafikëve. I erdhen aty, i dulën domethënë para se me ardhë Medine, dhe i bënën ftesë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më njëherë masit kthehet prej të buku do në për rrugtimit ti, kur të shkon në Medine, më njëherë me shku në njënën për xhamive tënve që e kishin ndërtu në lagjën e Kubas. Lagja e Kubas, kush ka qenë në umre, e kini parasysh ku i bjen. Edhe aty është ndërtu xhamia e parë në Islam, në xhamia e Kubas. Edhe ishin qu do munafik, e kishin ndërtu edhe një mesgjid tjetër. Dhe i ardhen pejgamberit, do të kena përmend, para se monis pejgamberit s.a.s. për në Tebuk, ata kishin ndërtu xhamin, edhe u mundun me e thirë pejgamberit s.a.s. mu falë aty. Në disa transmetime përmendet që pejgamberi s.a.s. i shfal një herë aty, po tash me një herë mas Tebukut, apet insistun që pejgamberi s.a.s. me shku drejt aty. Edhe atëherë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i zbritën disa ajete kuranore që ja bënën qartë. E kemi përmend qysh para se munis për Tebuk, kur e pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që puna s'është mirë, ju tha atënve, unë them në zonë, t'ju përgatit për luftën e Tebukut, nuk muj me ardh aty. Të shohim mas udhëtimit, bëjmë diçka. E duke u kthy, pra i zbritën këto ajete. Walladhina ittakhadhu masjidan ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. Tha dhe ata të cilët
e ndërtuan një xhami, diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Diraran për me bo zullum, wa kufran për me bo kufr, wa tafriqan bayna al-mu'minin edhe për mi përqa besimtarët, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, edhe me jaboni qerdhe ati që kish luftu të dërguarin sallallahu alaihi wasallam dhe Allahun azza wa jall më herët. Ish fjala për Ebu Amir al-Rahib. Kena përmend këto më herët, ky ka qenë një lloj prifti në Medinë që i ka djeg shumë, i ka dhimbë shumë ku ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sukni ka qenë njëri ibadetxhi në ato ibadetet e veta, edhe kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit janë drejtu ka Islami, ati ka dhimbë kjo. Edhe para luftës së Tebukut, ju ka thënë munafikave, ndërtone një xhami, një faltore, se unë kam shku të mbreti i Bizantit, të Romakëve, të Herakliu, kam e të bu ushtri, edhe bashkë me ushtrinë e tij kena me armë me përzon Muhamedit dhe shokët e tij pejktujt sallallahu alaihi wasallam, edhe me qenë fitoria jona. Edhe ata ishin të përgatitur që të terren. Vazhdon ajeti thot wala yahlifunna in aradna illa al-husna. Pejtënve ka me pas që kanë me u betu se na kemi pas vetë qëllim të mirë. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu dëshmon se ata janë gënjeshtar. La taqum fihi abadan. Kur mos u falën ta. Ky është domthon urdhresa që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja boni qartë a me shku apo mos me shku aty më fal. La masjidun ussisa ala at-taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi. Sepse një xhami e cila është ndërtu ose një mesxhid i cili është ndërtu qysh nga dita e parë mbi devotshmëri është më parsore edhe më meritore të falesh në të. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, thot në këtë xhami ka njerëz që dëshirojnë të pastrohen. Wallahu yuhibbul mutahhirin, Allahu i do ata që pastrohen. Don kjo është përkthimi i ajetit. E tash do të flasim edhe më në detaj, domethënë rreth komentimit të këtyre ajeteve. Kur i zbritën këto ajete, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thiri dy persona, Malik ibn Dukhsham, të fisit Banu Salim ibn Auf, edhe Ma'an ibn Adi, të fisit Banu Ajlan, edhe i tha, intaliqa ila hadha al-masjid adh-dhalim ahluhu, fahdimahu wa harriqahu. Tha shkoni te kjo xhami, njerëzit e së cilës janë zullumçar, rënojeni dhe digjeni. Edhe me njëherë u qunë të dy sahabi, shkun tek xhamia në fjalë, mesxhidin në fjalë, e dogjen dhe e rënun dhe e shkatrun. Këtu, të këto ajete, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanve, ju ardhë thot një mësim, që është mësim për muslimanët dhe në ditën e kiametit. Vrem të këto ajete e të gjitha këto ngjarje e vrena një mësim interesant. Aty u ditë kush e ka marru xhamin, Mesxhidu Dirarit. Janë ditë që ata që të e marru janë munafika. Ama, a ka marrë iniciativë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se më nis për Tebuk, a ka marrë iniciativë me shku me shkatru xhamin e tillë, edhe me i pengu, me ndërtu, se ata ndërtuan para se më nis për në Tebuk. Që besa në disa transmetime, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i shfal në xhami. Pse nuk e mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë iniciativë? Këtu e kena një mësim. Sepse e drejta e legjitimimit të xhamive dhe mesxhideve, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e mori të drejtën e tij me e legjitimu këtë xhami e me nalat xhami. Amo kjo urdhres pe Allahut azza wa jall. Që kjo xhami, që ky mesxhid është Mesxhidu Dirar. Mesxhidi i cili
është ndërtu me qëllime të zullumit, me qëllime të përçarjes, me qëllime. Ardë do më thënë, urdhresa prej Allahut Azza wa Jall. As pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thotë nuk e mori guximin me e legalizu apo ilegalizu këtë mesgjid, këtë xhami. Pastaj nga këto ajete do më thënë marrim edhe mësime tjera, edhe dobi të tjera, që ata të cilët e ndërtuan këtë xhami, Allah Azza wa Jall ja u qiti në pah qëllimet e tënve. Pse e kishin ndërtu? Qëllimi i tënve ish se xhamia Kubas, kur është ndërtuar në fillim, aty janë fal muslimanët. Edhe këta deshtën domethënë që me i përqa muslimanët. Edhe ndërtuan Mesxhid Dirarin shumë afër Mesxhid Kubas. E kjo domethënë ish qëllimi i tyre që me i nda muslimanët. Prandaj edhe Allah Azza wa Jall nuk ja u miratoi një qëllim të tillë. Dhe edhe pse ata disa prej tyre insistojnë që jo na me këtë kemi qëllim të mirë, se po dojnë atë disa që s'po mundin me ardhë në xhamin e Kubas, me pas më afër, më falë e tjera, Allah Azza wa Jall tha innahum lakadhibun. Tha ata janë gënjeshtar. Edhe në gjitha këto, edhe fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i tha këtyre dy sahabive shkoni shkatrone, na jep një mësim se çysh cilësohet mesgjidi apo xhamia, çysh cilësohet, a është për qëllime të mira apo është për qëllime të këqija. Nuk i ka fajet ndërtesa, muret, objekti, si ka fajet. Ajo xhami që e marrun këta, objekti nuk i pat fajet, kur gjë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në bas fjalës tij që e tha, edhe ajetet kuranore që zbriten, e vlerësun xhamin edhe mesgjidin në bazë të njerëzve që janë ta. Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy sahabe, tha shkoni te kjo xhami adh-dhalimu ahliha. Adh-dhalimu ahluha. Njerëzit e secilës ta janë zullumçar. Nuk tha shkoni te kjo xhami zullumçare, se xhamia nuk bën zullum. Po tha shkoni te kjo xhami që njerëzit e saj janë zullumçar. Thot po na jep me kuptu që njerëzit që janë aty e bëjnë xhamin dirar apo e ndërtu me mbi takwa, mbi devotshmëri. Po ashtu ajetet kuranore do më thënë që erdhen, që folin do më thënë për këtë tematik, Allahu fuqiblet që ka tha, Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu dëshmon që ata janë gënjeshtar, njerëzit e asaj xhamie janë gënjeshtar. Edhe ja përmendi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në këtë xhamin tjetër, mesgjidi devotshmërisë që u përmendë, do të thonë që disa transmetues thonë se është fjala për xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mesgjidi i pejgamberit alayhis salam, e disa thonë që është fjala për mesgjidin e Kubas. Ama këto të dyja të bashkohen në argument kur nëse pyesim për kush është xhamia e parë ndërtuar mbi devotshmëri, është xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka transmetim do të drejt për drejt që kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë thënë që kjo që po përmendet në ajet xhamia e parë ndërtuar mbi devotshmëri. Kush është fjala? Ka thënë është xhamia jame, është xhamia e tij në Medinë. Po tani pastaj disa sahabe kur e kanë komentuar këtë ajet, njëri prej tyre edhe Abdullah ibn Abbasi, kur lexohet ajeti në kontekstin çysh ka zbritur me ajete të tjera, ka thënë është fjala për xhamin e Kubas. Edhe këtu kur po i referohet Allah Azza wa Jall xhamisë së Kubas, çka po thot? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Në to po thot ka njerëz që po dëshirojnë të pastrohen. Yuhibbuna e duan pastrimin. Do thot kur e cilësoi këto si xhami të hajrit të mirësisë, për shkak të njerëzve që janë to që duan të pastrohen. Kur e cilësoi atjetën si xhami të dirarit, të kufrit, të nifakut, për shkak të njerëzve të cilët janë zullumçar. Njerëzit që në brenda xhamis, janë ata që bëjnë xhamin buni ala taqwa apo buni ala nifaq.
është ndërtuar mbi takwa apo mbi nifak. Pastaj vazhdojmë ajeti mas këtënve thot e faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanun khair amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Tha ajon më të mirë ata të cilët e kanë ndërtuar xhaminë e tyre ose ndërtesën e tyre mbi devotshmëri prej Allahut, mbi domethënë devotshmëri takva prej Allahut dhe kënaqësinë e tij, a janë këto më të mirë apo ata të tjerët të cilët e kanë ndërtuar xhaminë e tyre ala shafa jurufin har, buz një gremine që shembët, fanhara bihi fi jahannam. A pastaj thot ajo është sham në Jahannam. Allahu nuk e udhëzon popullin zullumçar. Edhe transmeton tregon thot Qatada ibn Di'ama rahimahullah te këtë fjalë fanhara bihi fi Jahannam edhe pastaj u sham ajo dhe përfundoi në Jahannam, thot pasha Allahun ma tanaha an waqa'a fi an-nar. Thot nuk ka kalu shumë vetë se ka ra në zjarë. Dhukira lana annahu hufirat fihi buq'atun fa ru'ya minha ad-dukhan. Thot mbasi këta dy sahabije po të shkatruat xhami, atë mesxhid. Edhe po të ndjeg, thot ai vani aty ku u kon xhamia u pat sham. Edhe ma vonë dikush që kish pas shkuar, kish pas gërmu vanin, thot e ka pa që prej nëndheut ka dal tymi. Ka sharu, do më thënë ai vend ku është ndërtu xhamia munafikëve, ka sharu deri në fund të 7 tokëve edhe ka ra në zjarë të xhehenamit. Do thot, a janë më të mirë që ta që e kanë ndërtu xhaminë e tyre, pra e kanë mbush xhaminë e tyre me devotshmërinë ndaj Allahut Azza wa Jall edhe duke kërkuar kënaqësinë e tij, apo këta tjerë që e kanë fen sikurse buz greminës. Diçka në sprov, elshon dinin, elshon pak i bën presion ta nalëm rrogën, elshon kret parimet, elshon çka të na thosë, po na vynet me hangër e me pi. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Thot hala vazhdon që kjo ndërtesa atyve, se Allah Azza wa Jall mos peçuan xhami, mesxhid, po peçuan objekt. Hala vazhdon objekti të cilën e pa të ndërtu, hala vazhdon më bë probleme në zemër. Më shkaktu domethën probleme në zemër deri t'ju bëhen cop zemrat. Disa kanë thënë deri t'ju bëhen cop zemrat është fjala deri të vdesin. Allahu është alim edhe hakim, i gjithditur edhe i gjithurt, ose dije plot edhe urti plot. Do thot, pastaj kanë vazhduar disa që kanë ndërtu këtë xhami, që njëherë janë kënë në radhët e munafikëve, pastaj janë pëndu, ka vazhduar me i brejt kjo se çka kena bëna atëherë. Edhe deri kur kanë vdek, e kanë pas gjithë këtë breng në zemrën e tyre, a thu, çka kemi na gjet për shkak të kësaj vepre që kena bërë. E këtu se do thot kjo tema e mesxhidu dirarit na është përputh me një realitet që tash u fol, ku disa njerëz me vetë deklarimin e tyre e marrin guximin që se ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mu çu edhe me ilegalizu edhe me ilegalizu disa xhamia e disa tjera me ilegalizu. Xhamia që janë nën kontrollin e dikujt janë xhamia që ban mu falën to me marr fen në to, ndërsa ato mesxhide që ndërtohen ose nën kontrollin e dikujt, ato janë s'ban mu marr fe janë to. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka marrë këtë iniciativë, deri se i ka ardhur ajeti kuranor i ka kallëzuar që ky është mesxhidu dirar. Edhe pastaj Allah Azza wa Jall i tregoi që njerëzit janë ata që bëjnë xhamin. Thot Allahu fuqiplot, në ajete tjera na jep këtë mesazh.
Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fi an-narihum khalidun. Thot nuk ju takon mushrikëve që me i majt xhamit e Allahut duke dëshmu për veten e tyre që janë kufar. Në mushrikët duke dëshmu për veten e tyre që janë në kufër, thot sepse të tillëve janë shkatru veprat edhe kanë me qenë në zjarr për gjithmonë. Kur ka zbrit këto ajete ka zbrit, domethënë tregon Muqatil ibn Sulejman rahimahullah, thot këto ajete kanë zbrit për Abbasin, axhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, edhe Abu Talhan, edhe Shejbe ibn Uthman. Të gjithë këta janë kanë kujdestar të Qabës. Njëri ju ka dhënë ujë haxhive, ai tjetri e ka mirëmbajt Qabën, ky tjetri u kujdes për atë farë mbështjellësin e Qabës, mbulojën. Edhe në ditën kur i kanë zënë robër në betejën e Bedrit, i kujtohet do në kanë përmend që Abbasin edhe disa tjerë i kanë zënë robër, i kanë çuar në Medinë. Edhe aty është kanë shku Aliu radiallahu ta'ala anhu, edhe disa të tjerë kanë nis duke i çortu Abbasin. Tash Aliu ka pas Abbasin Axh. Ali ibn Abi Talib. Abbasi u kon vëllavi i Abu Talibit. E kanë shku ty i çortu edhe duke i kritiku që çush po i vjen marrë, keni dal kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, keni ardhur me luftu pejgamberin alayhis salam, jeni të bë shirk, jeni të bë kufër, fjalë nga më të ndryshmet. Edhe aty u çu Abasi i ka thënë se Abbasi më vonë bë musliman radiallahu ta'ala anhu, i ka thënë pse po na i përmendni vetëm të këqijat tona. Ka thënë as kena na të mira, pse s'po na i përmendni të mirat që i kena bë, që po i bëjna. Aliu i ka thënë wa hal lakum mahasin, a keni të mira që keni bëjua? Ka thënë po. Ai njëri ka thënë na i japëm haxhive ujë pe pusit të Zemzemit gjatë gjithë kohës sa janë haxh. Ai tjetri ka thënë na kujdesim për Qabën në vazhdimsi. Ai tjetri ka thënë na kujdesim për mbështjellësin e Qabës. E kështu me radhë. Atëherë kur i kanë thënë këto fjalë, Allah azza wa jall i ka zbrit këto ajete, ka thënë ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Si u takon mushrikëve me u kujdes për xhamit e Allahut përderisa dëshmojnë se janë në kufër. Hasan Basriu ka thënë lam yaqulu nahnu kuffar. Ata stoshin me gojë, çuni na jena çafira, na jena kufar. Ama thot walakin kalamuhum bil kufri shahidun alejhim bil kufr. Fjalët të tënve dhe veprimet të tënve që të kufrit që i kanë bë, kanë dëshmu për kufrin e tënve. Nuk dilni me thonë çuni son një bidatxhi. Veprimet e tina dallojnë edhe tregojnë për bidatin e tij. Nuk dilni me thonë çuni son një çafir, jam mushrik. Ai del me veprimet e tij, me fjalët e tij, pastaj kallzon që është në kufër dhe në shirk. Vazhdon ajeti kuranor, do thot te ky ajeti i parë që përmendëm, çka po spikat Allah azza wa jall, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah. Nuk ju takon mushrikëve me i majt, me u përkujdes, me i mbush xhamit e Allahut. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Xhamit e Allahut kujdeset për to, do më thënë i majnë ato, hynë to, rinë ta, men amana billahi, ata që besojnë Allahun dhe ditën e kiametit, e falin namazin, e japin zekatin, edhe nuk i tuten askujt pos Allahut. Jo këta që i tuten filanit e fistekit se po na analë rogën, edhe tash duhet me thënë çka ka thënë ai. Ai ka thënë ilegali janë mesgjidet që ndërtohen jashta një institucioni të vetë shpallur, tash do të me thonë, ai ka thonë është kryesori. Walam yakhsha illa Allah. Muslimani nuk i tutet askujt përveç Allahut, nuk ka adhuron askon përveç Allahun. Çeta janë ata të cilët duhet me i majt xhamit. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Xhamit
llogaritën legale edhe ilegale në bazë të njerëzve që janë to. Se minis me këtë kriter që ka caktuar Allah Azza wa Jall, mi këqyr, atë dalën 90% xhamive ilegale. Nëse në ato xhamia bëhet bidati, pihet bidati më mirë se sa baklava, më shumë se sa shërbeti. Edhe na e dim do thot çka folet për rastet e tilla që përmendet do thot se Ebu Idris el-Khawlani rahimahullah. Ebu Idris el-Khawlani, vllazni ka qenë, ka marrë mësim prej sahabeve. Ka vdekë në vitin 80. Ka mësu pe Ebu Derdas, ka mësu pe Ebu Hurejres, ka mësu pe Abdullah ibn Abbasit, ka mësu pe shumë sahabeve tjerë. Edhe për ta tregon Said ibn Abdul Aziz thot: "Kana Ebu Idris el-Khawlani alimu Shami ba'da Abi Darda." Tash, pe dini Ebu Dardaja kush ka qenë? Sahabiu i famshëm, i njohur, i devotshëm, e kena përmend shumë herë. E thot, Ebu Idris el-Khawlani ka qenë dietari, alimi i Shamit, mas Ebu Derdas. A ky vetë ka mësu për Ebu Derdas. Ebu Idris el-Khawlani thot: "Li an ara fil masjid naran la astati'u itfa'aha, ahabbu ilayya min an ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha." Thot për mua thot është më e dashur edhe më e lehtë me pa në një xhami një zjarr të cilin nuk muj me e shu, se sa me e pa një bidat të cilin nuk muj me ndryshua me largu. Do thot, nuk është ato zonat që e merë guximin filoni e fisteki që s'ka haber me dinin e Allahut Azza wa Jall, 2 hadithe s'din me t'i lidh, me kallzu kjo xhami ilegale, ky mesxhid ilegal, një iniciativë që as pejgamberi sa se ka marrë në dorën e vet, që kjo kallzon domethënë kush janë xhamit legale dhe ilegale. Ata njerëz të cilët janë të prirur në nifak, e dinë domethënë hanë don tekstet, e kena përmend disa herë tekstet kuranore, hadithet e pejgamberit, fjalët e sahabëve që tregojnë se kush janë munafikët modern. Çdo ku del përshkrimi bidatxhit. Edhe xhamin e çetëre munafikëve Allah Azza wa Jalla ka thujt mesxidu dirar. Sepse çata bëjnë përçarje. Çata kanë nda umetin në 73 grupe. Çata domethënë me ideologjitë e tyre të shpikura e kanë nda umetin çështu që sot domethënë është cop e fije edhe kërkush guxon një gisht me me drejtu ka Gaza që janë duke u bë gjitha ato krime. Pse? Se 73 grupe nuk monen. E çta njerëz që të prirur në nifak, që ta bëjnë xhamin legale ose ilegale. Ndërsa ata të cilët yuhibbuna an yatatahharu, ata të cilët dëshirojnë që të pastrohen, domethënë nga bidatët, të pastrohen nga mëkatët, të pastrohen, njerëz të cilët kçyjnë me një rrugën e sunetit, rrugën e pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nën çeta është xhamia legale prej Allahut Azza wa Jall. Që xhamia Allah Azza wa Jall e ka thënë xhami të ndërtuar mbi takwa. Sepse njerëz që duan të pastrohen. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أبيت ببرسريت الله عز وجل. فال أبدوني ما بو سقاية الحاج ميظن أوي حجيبة وعمارة المسجد الحرام edhe çat kujdesin që ja boni e fshini e pastroni xhamin e Çavës. Apo doni që to me barazu me ata që e besojnë Allahun, e besojnë ditën e Kiametit, luftojnë rrugën e Allahut. La yestauna inda Allah. Këto nuk barazohen te Allah Azza wa Jall. Është zullum këto mi barazu. Ai zotnia, nai menaxhojnë xhamit, nai pastrojnë xhamit janë tona. Çto po duhet me barazu me ndjekjen e sunetit ta, me luftimin e bidatit, çfarë do me barazua? La yestauna inda Allah. Këto zbarazohen te Allah Azza wa Jall. O me ari kap, domethënë lyja, xhamie, shtroje, bënja kushtet 100%, momentin që ti në xhami promovon bidat, ti
e ki prishat xhami, e ki shkatruat xhami, e ki djegat xhami. Bile ma ketë se me djeg. La yastawuna inda Allah. Nuk barazohen këto te Allahu. Inna Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah azza wa jalla nuk e udhëzon popullin zullumçar. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Ata të cilët kanë besu, kanë bo hijret, kanë luftu në rrugën e Allahut me pasurinë e vetën e tënve, këta janë në grad më të madhe të Allahu fuqiplot. Këta janë fitimtarët e vërtet. Ai i cili e beson sunnetin hak, e beson Kur'anin hak, edhe punon sipas tij, edhe e ka bo hijret, i kalon punë të këqija, e kalon bidatin, e kalon komoditetin e dynjas vetëm që me promovu sunetin. Çka është hijreti i vërtet? Edhe lufton rrugën e Allahut me pasuria me veten e tij. E shpenzon, domethënë, për me ndërtu një mesxhit pasurinë e vet, jo pasuritë fonde që i bin pej vaneve të huaja, pej ane. Ulaika a'zamu darajatan 'inda Allah. Shtakon pozitën e shkallën më të madhe te Allahu azza wa jall. Andaj, kur del dikush si papagalli, i përcjell fjalët e do xahilave që kanë xehel të shumëfisht në veten e tënve, dalin në për mimbere dhe si papagalli folin fjalët e tënve. Allah azza wa jall i ka demantu këto para 1000 sa vjetë. Ka demantu këto. Po së mundo domethënë me i mashtru njerëzit, me i friksu njerëzit. Se ka me ardhur dita e frikës. Edhe atë ditë shohim se kush ka me u frigu realisht. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. A ka ma zullumçar se ai i cili i ndalon të përmendet emri Allahut në xhamia. Ndalon xhamit që të përmendet në to emri Allahut azza wa jall, edhe punon në prishjen e tyre. Punon në prishjen e xhamive. Ka thënë Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullah, te ky ajet ka thënë, këtu ka thënë është fjala për mushrikat, idhujtarët, të cilët e kanë pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në ditën e Hudejbiyes me shku në Kabe, dhe ka ndodhur aty domethënë pengesa, nuk e kanë leju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me hyn Kabe muslimanët e tjerë. Kanë thënë la yadkhulu alejna man qatala abana yawm Badr wa fina baqin, ka thënë s'ka mundësi me ardhur këtu në Kabe në Mekë ata të cilët ne kanë vrarë vllazërit e baballart në ditën e Bedrit. Wa sa'a fi kharabiha, thot edhe punojnë në prishjen e tënve, idha qata'u man ya'muruha bi dhikrihi. Kur i pengojnë me hyn ato xhamia, ata të cilët i jetësojnë xhamiat, i ringjallin xhamiat duke përmend Allahun. E kur del aty domethënë ti në ato xhamia, në të cilat duhet të madhuru veç Allahu azza wa jall. Edhe sjell risi që Allahu nuk është i pajtimit me ta, nuk është i kënaqur me ta. Gjona që i kanë shpik njerëzit, pe kokës, pe menës tënve. I sjell që ato, a i bjen që pe madhron Allahun, apo pe madhron dikon tjetër. Nuk i bjen që pe madhron Allahun. I të e madhru që ato që i ka shpik që ato bidatën. Nuk është, dohen që kjo është prishje e xhamive. Që është prishje e xhamive? Që është djegje e xhamive? Andaj, musliman duhet me qenë syqel, edhe mos me ra në gracke fjalëve të tilla. Disa i kanë rezistu, janë kënd meqëm, e kanë ditë ku kanë venin, edhe se kanë lujtë rolin e papagallit me i përcjell fjalët e tyre xahilit. E disa tjerë me ndjelehtë, po, luje rolin e papagallit. Ama pastaj merresh në pyetje për ato fjalë që e ke thënë. E kur merresh në pyetje, pastaj llogaria është e rëndë. Andaj këto mësime ja solli Allah azza wa jall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këto ajete,
duke u kthy pra prej Tebukut në Medinë, edhe kjo njëherë domethënë vendosin pa rolin e munafikëve si rol dekonstruktiv, rol destabilizues të shoqërisë, sepse u largun nga mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur erdhi pejgamberi alayhis salam afër Medinës, e ka dashur Medinën shumë, edhe pej mallëngjimit ju tha sahabëve, hadhihi tayyiba, tha kjo është e mirë dhe e bukur, pra për Medinën. Pastaj kur afrua më shumë afër kodrës së Uhudit, tha hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ala ukhbirukum bi khayri duril ansar. Tha kjo është një kodrës Jubail, në formë përgdhelje ju drejtu në kodrës së Uhudit. Tha kjo është një kodrës që na do edhe e duam, për kodrën e Uhudit. Edhe i tha, a doni më ju tregu se cilat janë shtëpitë më të mira të ensarve? I thanë, po ja Rasulullah. Tha Dur Beni Najjar, shtëpitë e Benu Najjarve, pastaj shtëpitë e Benu Abdul Ashhal, pastaj shtëpitë e Benu Sa'ides apo shtëpitë e Benu Harithes ibn Khazraj. Në fund tha, në çdo familje të ensarve ka khajr. Kur i niti këtë fjalë Sa'd ibn Ubada radhiyallahu ta'ala anhu, u qua shkoj te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i tha ja Rasulullah, i ki përmend fiset familjet e Medinës, neve na ki lënë të fundit na ki përmend. I tha awalaysa bihasbikum an takunu min al-khiyar, tha pas ju mjafton me qenë në mesin e më të mirëve. Këtu i përmend shtëpitë më të mira, familjet më të mira të Medinës. Ai ju kom përmend mesin e tyre. Çka ka qenë që jeni në fund? Pse s'po kënaqesh me ato që të ka ardhur? Dhe hyrja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë ish në muajin Ramazan, ish gjatë paraditës, dhe banorët e Medinës u gëzuan shumë, dolën me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë Enes radhiyallahu ta'ala anhu, kur pat kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, na pat thënë gjatë rrugës, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fihi. Tha janë do njerëz në Medinë që në çdo kodër që keni shku ju, në çdo lugin që keni hy, ata janë kënë bashkë me juve. I tham ja Rasulullah, hum bil Medinë, u dërguar i Allahut, çush aty kënë Medinë, janë kënë me neve? Tha wa hum bil Medinë habasahumul udhr. Tha edhe pse janë kënë Medinë, ama i ka pengu diçka për me ardhë. Me niyetin e tyre e kanë zënë këtë vlerë. Dhe dolën banorët e Medinës në kodrën Thaniyatul Wada', ka qenë një kodër se vogël për me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gratë, fëmijë, domthonë njerëz shumë. Edhe përmendet transmetime që i pritën ushtrin duke i këndu vargjet, ajo far tash çknohet si ilahi, tala al-badru alejna min thaniyatil wada', wajaba ash-shukru alejna ma da'a lillahi da'. U lindi hëna 14 që mbi ne nga kodrina e vedas, e neve na është obligu falënderimi dhe mirënjohja përderisa i lutet dikush Allah. Dhe me këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë ish nis prej Medinës për në Tebuk në muajin Rexheb, muajin e 7, edhe u kthy në muajin Ramazan, pra në muajin e 9 gjatë paraditës. Ka qenë traditë e tij që më kthy me hyn qytet gjatë paraditës. Asnjëherë nuk ka hyrë në qytet natën, por gjatë paraditës që mos më gjet njerëzit në gaflet. Edhe përmendet që gjithmonë ka pas traditë me fillu pe xhamisë ti, pa të shku në xhamin e tij, i pa të fal 2 rekate, dhe pastaj ul me i prit njerëzit kush kishte dëshirë me shku me vizitu. Kjo ka qenë udhëtimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Tebuk dhe kthimi i tij në Medinë, me mësimet dhe mesazhet që na i përcolli kjo ndodhi. Në takime tjera inshallah do të flasim tash se çka ndodhi me ata njerëz të cilët patën nejt Medinë e nuk patën shku me marr pjesë në Tebuk. Edhe aty ka mësime të shumta
për muslimanët. E lutim Allahun azza wa jall që na forcojnë në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e lutim atë që na udhëzon rrugën e drejtë dhe të vërtetë, dhe lutim atë që na ringjall me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe grupin e tij, dhe të na strehojë në xhennetin firdaus. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa atubu